Banorët e fshatit Mnele Madhe në bashkinë Vaudeos kanë protestuar ditën e sotme pranë bashkisë për një çështje pronësie. Banorët pretendojnë se një sipërfaqe e konsiderueshme toke e trashëguar brez pas brezi me vendim të Këshillit Bashkiak do të jepet për ndërtimin e një parku fotovoltaik. Banorët thonë se nuk kanë asnjë dijeni për këtë projekt që do të realizohet në pronën e tyre. Bëhet fjalë për një zonë atje ku vendet janë tradicionale, të vjetra brez mas brezi. Tu bëhet fjalë nga ana bashkisë që ka kërkuar për me lënë ka hedhur për me dhënë në përdorim, zona për cilën banorët nuk kanë më asnjë mes lloj informacionit nuk ka këtu. Ndjeni kush, bëhet fjalë për një sipërfaqe pijore, mora gjithë së bashku kalojnë 350 hektare e më shumë. Të ne nuk ka bërë asnjë lloj transparencë me ditë ki kufi me këto sipërfaqe deri ku vjen. Ajo babe babzhishe kastrazhish është e jona. Vedni jabanxhi tjetër na grabit tokën tonë. Atëherë na nuk lejojmë hiç asnjë gjë njerëz të hujet në atë zonë. Sa është e jona, jo për tjetër. Këto të kishin 7% thotë, unë hedhin në kan, se duan me hedh për fotovoltaik, se gjoja do na menimu bashkinë. Po mirë më zotni. Tash si u bën si u mor ka ajo pronë? Pa ditë gjana. Dëgjesa publike është kry me banor nga Puka, nga Laçi, Vaudens, banor të jashtë zonës. Dhe nuk janë lajmëruar banorët që i përket ajo pronë. Ndërkohë kryebashkiaku i Vaudensit Kristian Shkreli i ka pritur banorët duke i premtuar sipas tyre se do të verifikojë çështjen e pronësisë me qëllim zgjidhjen e kësaj situate. Krijtoi na se duhet me qenë real, ato që për herë parë na kanë prit, se ne kena kohë që kërkojmë takime. Ai në përgjigj mirë. Ai tha, ai vend të zhvillohet, u bin se toka është e jona, dhe tha, ju tha një të partë atë. Edhe këta i bashkisë sot ka prit të disa shok, edhe me dakordsinë e tyre, paktë me fjalë gojet, edhe thotë që nëse ju jeni të zot për të bërë be, për të bërë anën zakonore, të i bën vetëm në bashkëpunim edhe me anën ligjore, që mos i bjerë në ligjit, u ka thënë të shokëve të kolegëve të thonë, që nëse bani be vjen një këtu juj, për mos me prishje tjera sa prishin për zonën. Kjo çështje i ka fillimet rreth 5 vite më parë ku në stanet e banorëve të Mneles së Madhe u ndërtua një objekt pa leje dhe pa dijenin e banorëve të zonës, vend i cili është i njëjti ku edhe sot është konflikti dhe hapësira me një sipërfaqe rreth 300 hektar ku do ndërtohet parku fotovoltaik.